nëse i marrëm të kaluarën e Kurtit edhe shumicës atyre që kanë pozita shtetërore, me të vërtetë është për keqardhje se si arrin të njëjtit të interpretojnë në favor të vetin procedurat kushtetuese e që realisht nuk qëndrojnë ashtu ata që ka deklarojnë lidhur me afatet kohore të konstituimit të Kuvendit edhe zgjedhjes së kryetarit. Një fjalën këtu për zotrin Kurti. Po, për zotrin Kurti, po edhe për gjithë tjerë cilët u deklaruan, me që asnjëri prej tyre nuk deklaroi se kemi të bëjmë me një afat kushtetues i cili s'ka doj dhe më nuk ka mbetë kur gjë tjetër përpas që shkohet në zgjedhjet e ardhshme për shkakun se kushtetuta ka para pa afat caktuar, e ai afat ka qenë 30 ditor. Ne kemi pa opozicën që ka tentuar me çdo kusht një natë para se të skadoj afati kushtetues që të mlidhet, që të caktohet një seancë, por realisht nuk është caktuar, por caktuar ditën e nesërme, e që i bën një shkelje kushtetuese re, për të cilën mendoj se nuk ka pas fare nevojë. Ne kemi pas 30 ditë, e kemi pas gjatë 30 ditë që sa janë angazhuar për me gjetë një zgjidhje, përveç 2-3 takimeve me opozitën, me LDK nuk kem pa diçka serioze në drejtim të zgjedhjes së kryetarit. Ka që dhe datën 6 gusht kur e lanë për të pasur mundësi më shumë për bisedime, takime? Ma tepër kanë qenë jo bisedime, po një makijazh për publikun, se realisht sikur të kish pas seriozitet, kish muftu seanca në 30 ditëshin. Pa pas nevoj me vazhdu me bisedime, kishin vazhdu realisht bisedimet me opozitën edhe mënyra tjera, por ishtë dashtë caktohet seanca jo të pritet që të përfundoj afati. Unë e thejmë, kjo është një afat prekluziv, një juristat i thejmë afat prekluziv, që me humbjen e cilit humbet edhe drejta. Në këtë ras, është humb afati 30 ditor me keqardhje, duhet të shkohet në zgjedhje. Për ndryshe, çdo përkraje e opozitës, po edhe çdo heqje e qytetarëve lidhje me këtë afat kushtetues është rrezik për të krijuar një precedent i ardhshëm që tregon se këta nuk e kanë hallin e kushtetutës, nuk e kanë hallin e shtetit ligjor, bëjnë çfarë të duan, thrasin kur të duan seancë Kuvendit, zvarritin me vite ashtu që kemi zvarritje. Kosova nuk ka fare institucione, duhet me ditë publiku dhe qytetari se ne nuk kemi as kryetar shteti, nuk kemi as deputet, as Kuvend, as kryetar Kuvendi, pozitat kryesore mungojnë. Janë me ushtrues dhe tyre, po, e qartë.